Vetëm 13 vjeçare dhe ke botuar librin tënd të dy. Do me thonë, sukses pas suksesi, Nahari po zhvillohet dhe po bëhet një shkrimtare që synon shumë. Po nalim fillimisht tek libri i parë, Prallat Magjike, në cilën mosh e ke shkruar, çka ke shkruar brenda saj, cilat janë ato motivet e librit? Po. Atëherë, libri i parë me cilin vetë se kom startu kapitullin tim si autore, titullohet Prallat Magjike dhe nëpërmes cilit vetëm prej titullit po kuptohet se është diçka që dedikohet fëmijëve dhe ka pralla në përmbajtjen e tij. Në rrugtimin tim si autore kam për synim dhe kam e vazhdu gjithmonë me pas si synim që me shënu libra dhe pjesë ndryshme dedikuar gjeneratave dhe grup moshave të ndryshme. Për arsye se secili prej lexuesve me gjej diçka me vlerë për veten e tij brenda librit tim, e gjej cila për mua si autore kjo do të thotë jashtëzakonisht shumë. Në këtë libër janë të shkruara 4 pralla, të cilat janë thjesht për mbledhje e shkrimeve që Nahari bënte në kohën e saj të lirë. Edhe kam botu kur kam qenë në moshën 10 vjeçare, po patjetër që shkrimet kanë qenë të marrura, domethënë të mbulluara kohë pas kohe.